Sekretari për Aksionin Qytetar në Partinë Demokratike Ervin Saliani denoncon krimin e lidhur me pushtetin brenda parcelave me kanabis. Pas Tepelenës, ku denoncoi drogën në fshatin Gusmar, Saliani ka udhëtuar në drejtim të Kolonjës. Sipas tij, territoret të tëra të këtij rrethi janë mbjell me drogë dhe ruhen nga njerëz të armatosur. Krerët e policisë, si kudo tjetër me urdhër të Edi Ramës, janë vënë në dispozicion të menaxhimit të këtij biznesi kriminal dhe vjeljes së taksës 30% për çdo rrënjë kanabis. Banorët ndihen të kërcënuar, askush s'duhet t'i afrohet plantacioneve me hashash. Sekretari për Aksionin Qytetar Ervin Saliani ishte në terren dhe denoncoi fenomenin brenda parcelave me kanabis. Jam në një prej zonave të Kolonjës, zonë mbuluar nga kjo bimësi e cila është një qiban, një qelp, një mortje që ka rënë mbi të gjitha familjet shqiptare, të cilat janë të detyruara që fëmijët e tyre, që modeljen e tyre të kenë me dhunë, me forcë, prej trafikante, prej qeveritarëve, të kenë këtë bimë, këtë drogë e cila çon përfitime në miliona euro në mënyrë të drejtë për drejtë, për drejtuesit e policisë shtetit, për ministrin e brendshëm dhe për kryeministrin. Jam në një zonë e cila njihet si vendlindja e drejtorit të përgjithshëm drejt të televizionit publik dhe ku vjen shpesh edhe vllai i kryeministrit, i cili flitet nga banorët të cilët na kanë sjellë në këtë zonë, që i ofron mbrojtje të drejtë për drejtë, duke telefonuar shefin e komisariatit, duke telefonuar drejtuesit e policisë shtetit për të lejuar mbjelljen e kësaj bime. Gjithë Lugina, gjithë zona është mbjell e rrethuar në këtë formë dhe këtu jemi vetëm në disa qindra rrënjë të cilat janë mbjell për herë të dytë apo të tretë pas korrjes apo qethjes, siç i thon banorët, të kësaj bimësie e cila i sjell fitimet në mënyrë të drejtë për drejtë, them edhe një herë, nga trafikantët drejt qeverisë, duke mjeruar, duke varfëruar popullin, duke dhënë një model i cili për Shqipërinë është kthyer në plagën më të madhe sociale, në themelimin e Republikës së Drogës, e cila duhet shembull njëri mirë, bashkë me Edi Ramën dhe me gjithë shpurën e tij që rrethon.